Kam folur edhe më parë për Akshin, edhe për drejtorën e Akshit, e cila sot e gjithë ditën ndodhet në arrest shtëpie. Nuk dua të them asnjë fjalë për përmbajtjen e çështjes. Po ditë të një gjë që ky shtet nuk mund të jetë vendi ku një institucion krenarie kombëtare si Akshi, i ngritur me vite dhe i duartrokitur edhe ndërkombëtarisht, të bëhet shesh për të mbytur psikologjikisht inxhinier dhe inxhiniere, vajza e djem, që me në krye drejtorën e atij institucioni, kanë punuar pa orar, duke bërë puna me një vlerë të jashtëzakonshme. Çfarë duhet të them me këtë? Me që janë bërë të gjitha këto, atëherë nuk duhet hetuar, jo në asnjë mënyrë. E kundërta është e vërtet. Të dyja duhen bërë. Dhe të dyja mund të bëhen. Njerëzit kanë të drejtën të prezumohen të pafajshëm dhe t'u jepet mundësia që të hetohen si njerëz të pafajshëm, deri kur të provohet ose jo fajësia e tyre. Është shumë e thjeshtë. Po sikur Linda Kaçanaj të jetë krejt e pafajshme. Dhe jo një kriminele, pjesë e një grupi të strukturuar, si personazhi që ka krijuar për të nguti, për të arrestuar dhe për ta masakruar me bomba artizanale, tenxhere në tenxhere, duke i vënë në kurriz vila dhe makina, ndërkohë që jeton në shtëpi me qera. Dhe që, siç mora vesh, as nuk e ngjet makinën. Dhe s'ka një tillë. Çfarë fiton pastaj shteti? Dhe çfarë mesazhi marrin ata që duan të kontribuojnë për këtë shtet? Se këtu flasim për shtetin. Për si shteti i garanton të gjithëve lirinë, të drejtën e punës dhe të drejtën e të marrjes vendimeve. Dhe natyrisht garanton të gjithë që cilido që me vendimet e veta realizon qëllime të fshehura, nuk është në asnjë mënyrë i pandëshkueshëm. Po sikur drejtori i Keshit, një tjetër specialist që e kam njohur personalisht dhe menaxher me vlera i këtij shteti. Prej muajsh dhe ai në arrest shtëpie, për arsye që janë krejt paqarta për të vërtetës, tjetër i pafajshëm. Kush fitoi dhe kush humbi në këtë mes? Po sikur e njëjta gjë është e vërtetë dhe për të tërë të tjerët. Për 58% të njerëzve që sot janë në përburgje dhe që nuk ju është bërë gjyqi. Se çdo kush është i pafajshëm derisa nuk provohet fajtor në çdo shkallë gjykimit apo jo. Çfarë ndodh sikur të jetë vërtet? Po nga plot të pafajshmit tani që kanë kaluar eksperienca traumatike me prokurorinë e pavarur, kanë mbaruar punë, kanë dalë pafajshëm, ku janë sot? E dini ku janë? Një pjesë e madhe e tyre e kanë lënë punën në shtet. Ose vazhdojnë, po gëzojnë një status të vetë fituar dhe të vetë pranuar nga tjerët. Nuk firmosin më, asnjë cop letër. Nga frika. Disa kurohen nga psikologët. Çka ka fituar këtu drejtësia dhe çka ka fituar ky shtet që për jetë vërtetës nuk i ka burimet njerëzore sa të Kinës, po i ka të kursyra. Dhe duhet bëjmë më të mirën që ti menaxhoj me sa më shumë kujdes dhe me sa më shumë dinjitet. Dhe këto pyetje duhet ja bëjmë vetes
njerëz të drejtësisë, të cilët pavarësia e dhuruar nga pikërisht pushteti legislativ dhe pushteti ekzekutiv do t'i bëj shumë më të vetëdijshëm për dëmet që mund të bëj fuqia e tyre e pa kontrolluar nga njeriu brenda tyre, nga egoja, ambicia dhe të gjitha ato ndjesi tjera që të gjithë njerëzit i kemi, por që tek dikush që merret me jetën e tjerëve janë për t'u frenuar sa më shumë. Fuqia e tyre e pa kontrolluar nga prindi brenda tyre, nga vllai dhe motra brenda tyre, nga familjari dhe qytetari brenda tyre. Mos i bëj dikujt atë që nuk do që të tjerët të ta bëjnë ty, thonë librat e shenjtë. Dhe kjo do të jetë devizë çdo njeriu që ka pushtetin të lëndoj apo të ngrej lart jetën e dikujt tjetër. Jo për të mbyllur syt para provave të fajt, në asnjë mënyrë jo, po për t'i hapur syt katër që fajt mos jetë për askënd fat i paracaktuar nga dora dhe egoja e tyre. Dhe të mos e harrojnë atë postulatin e famshëm, më mirë 100 fajtor jashtë se sa një i pafajshëm prapa hekurave. Kur grupi ynë i punës që po punon me ekspertët e Ministrive të Drejtësisë të Italisë dhe të Francës për reflektimin mbi procedurat tona penale, vurin tavolin një pikë të caktuar për diskutim, profesoresha e njohur që është në anën e palës franceze, tha diçka që unë duhet ta ndaj publikisht me ju këtu, e kam ndarë me disa prej jush. Me sa kam lexuar dhe mësuar deri tani, tha, ju në Shqipëri nuk niseni nga liria kur mendoni për drejtësinë, por niseni nga heqja e lirisë. Dhe ky është një problem shumë i madh që shkon përtej kodave dhe ligjeve të shkruara. Ndërkohë, tha, kodet, edhe kodi penal, shkruhet për të garantuar lirinë, jo heqjen e lirisë. Dhe heqja e lirisë është funksion i garantimit të lirisë. Dhe ne këtu, dhe kaloj në një pikë tjetër, grupi udhëheqës dhe qeverisë i këtij vendi jetojnë brenda një paradoksit të madh. Sa të padrejtë dhe dhimbshëm, aq dhe të pashmangshëm për të vërtetës. Dhe ky është një tjetër rrezik i këtij udhkryqi, nëse ne nuk e lexojmë, nuk e trajtojmë si duhet dhe nuk distancohemi që të gjithë sa duhet. Ne e deshëm reformën drejtësi, qysh se ishim në opozit. Dhe e bëm kur erdhëm në pushtet, madje duke treguar dhe gatishmërit plot për ta hedhur në erë qeverinë e koalicionit asaj kohe, nëse aleati ynë i mandatit të parë nuk do të na ndiqte deri në fund. Dhe ky është fakt. Kush tregon një histori tjetër nuk tregon të vërtetën. Patjetër që aleati dhe kundërshtarët e tjerë të reformës u rreshtuan nën trysninë e asaj që quhet rruga e Elbasanit. Edhe këtë e dim. Por, për sa na takonte neve, ne ishim ata që projektuam dhe e diktuam rreshtin. Pa na e diktuar dhe pa na trysnuar askush, sepse nëse s'do kishte një kalë që të tërhiqte karrocën, ata ndash të rrugës Elbasanit e ndash të rrugës Durrës Bari Brindisi, nuk kishin nga dha shpiknin kalin, se këtu ishin që nga viti 1991.
Dhe pa diskutim që ne e bëm këtë me vetdije të plot. Edhe për atë që do vinte. Të paktën unë personalisht nuk e kam imagjinuar as si fasad dhe as si një shëtitje në park reformën drejtësi, përkundrazi, e kam ditur që do të vinte me gjak nga yni dhe me balt mbi ne. Sepse ishte një përpjekje e vërtet për ta dorëzuar shpatën e pushtetit të drejtësisë në duart e njerëzve të drejtësisë dhe ajo shpatë në duart e një pushteti që nuk do ishte më në kontrollin ton, për të punuar do kërkonte kokat tona. Kështu funksionon. Dhe për ta marrë me mend këtë, nuk ishte nevojë të ishe as profet, as fallxhor. Po mjafton të ishe një lexues kurioz i historisë së revolucioneve të drejtësisë në vende të tjera. Përmbysja që ne i bëm sistemit të vjetër të drejtësisë ishte revolucionare. Për pavarësinë e drejtësisë,